Reagimet e fundit të BDI-s kinse kundër marginalizimit të shqiptarëve në sektorin e sigurisë dhe të mbrojtjes, si dhe kërcënimi i Ali Ahmetit për bojkotimin e zgjedhjeve vendore, nëse shfuqizohen nenet të kontestuara të ligjit për përdorimin e gjuhëve, ndihmojnë për të kuptuar më qartë pozicionin e kësaj partie në skenën politike në vend. Këto veprime politike dëshmojnë se BDI ka dështuar të ndërtojë një strategji serioze politike si parti opozitare e cila forcon pozicionin e saj në shoqëri dhe krijon parakushte për rikthimin eventual në qeveri apo edhe të fitojë zgjedhjet lokale. Thjesht Ali Ahmeti ka humbur kompasin politik dhe me apo pa vedi është duke punuar në dëm të vetvetes dhe në të mirë të kundërshtarëve të tij politik. Gabimi kapital i BDI-s ishte se nënçmoi VMRO-n. Më kot shpresuan se me Mickovskin do të mund të reprizojnë lojën gjatë qeverisjes me Gruevskin, kur ditën hiqeshin si armiq të përbetuar, ndërsa natën si vëllezër ndanin plaçkën e pushtetit. Këtë strategji perfide Gruevski dhe Ahmeti e kanë zbatuar gjatë bashkëqeverisjes nga viti 2008 deri në vitin 2017 kur VMRO humbi pushtetin. Kur u bë e qartë se Mickovski do të formojë qeveri me koalicionin e partive opozitare shqiptare, BDI reagoi me nervozizëm duke kontestuar legitimitetin e Vlenit për të përfaqësuar shqiptarët në qeveri. Krerët e BDI-s më kot shpresuan se duke shantazhuar VMRO-n me destabilizimin e vendit, do ta detyrojnë Mickovskin të ndrojë mendje. Doli që Mickovski qenë ka shkock më fort se sa që e menduan si djalosh i rritur duke ngrënë gurabia dhe keksa. Thjesht nuk e kuptuan se kohët kanë ndryshuar, se nuk mund të përsëritet skenari i njëjtë i vitit 2001 që përmes destabilizimit të rrëmbet pushteti. E nënçmuan faktin se Maqedonia e Veriut tashmë është anëtare e NATO-s dhe se faktorin ndërkombëtar me asnjë çmim nuk do të lejojnë destabilizimin e vendit. SBA dogjën çadrat e BDI-s para gjykatës kushtetuese, duke e shpallur njeriun më të besuar të Ali Ahmetit, Artan Grupin, persona non grata për shkak të dyshimeve të bazuara për përfshirjen në korrupsion të lartë. Pas shuplakës amerikane në vend që BDI të korrigjojë sjelljet e saj, u bë sikur nuk i kupton mesazhet e ndërkombëtarëve. U përpoqej përgjegjësinë për dështimet e veta dhe të shqiptarëve për mos zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, t'u adresoi ndërkombëtarëve, duke dërguar letra dhe apele kinse për t'i përkujtuar për përgjegjësinë e tyre për zbatimin e kësaj marrëveshje. Përgjigja që erdhi nga ndej ishte injorimi plot. Askush nga ndërkombëtarët nuk mori mundimin të paktën t'u përgjigjen letrave të tyre. Mesazhi është i qartë. BDI më nuk trajtohet si partner serioz i faktorit ndërkombëtar. Retorika naive nacionaliste e BDI-s i dha hov nacionalizmit maqedon që kulmoi me motën zgjedhore të VMRO-s Maqedonia sërish e jotja. Kjo solli fitore bindëse të VMRO-s, rezultat që dërgoi në opozit BDI-n dhe Ali Ahmetin në pension politik. Nacionalizmi i rrejshëm i BDI-s e çoi ujin në mullirin e Mickovskit, i cili fitoi bindshëm zgjedhjet parlamentare. Ky veprim i gabuar që forcoi VMRO-n dhe dobësoi LSDM-n minoi shanset që partitë shqiptare të kenë pozicion të mirë gjatë bisedimeve për formimin e qeverisë së re. Nga kalkulimet e gabuara partijake, jo vetëm që dogjën veten, por edhe rënuan pozitën e opozitës shqiptare për të siguruar pozicion më të fuqishëm në qeveri. Tani, për të shpërtuar kokën e tyre, janë të gatshëm të flijojnë çdo interes partijak dhe shqiptar. Kur e kuptuan se letra e destabilizimit për të rikthyer në pushtet u dogj, krerët e BDI-s reaguan me panik duke ndryshuar retorikën politike për 180 shkallë. Nisën t'i vardisen hapur Mickovskit duke premtuar mbështetje
për projekte të ndryshme ligjore në kuvend. Kjo edhe më tepër i kompromitoi sepse u kuptua hapur se retorika paraprake nacionaliste pas ka qenë e pasinqertë. Tani janë të gatshëm t'i nënshtrojnë Mickovskit vetëm të mos përndiqen nga keqpërdorimet eventuale gjatë 22 viteve pjesëmarrje në qeveri. VMRO edhe mund të mëshirojë një pjesë të kreut BDI-s, por kjo do të shkaktoj përçarje në parti, kur do të nis vala e arrestimeve të ish funksionarëve nga eshalonet e ulta të kësaj partie. Ato nuk do të mund t'i shpëtojnë as militantët e tyre në gjykata dhe prokurori, sepse Mickovski është i vendosur të shkarkojë prokurorin Kocevski dhe një pjesë të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor. BDI nuk do të përfitojë shumë as nga kritikat e ashpra që adreson kundër partive shqiptare në qeveri. Ajo nuk vështirëson aq pozitën e Vlenit, por dobëson interesin shqiptar në qeveri. Duke prezantuar Vlen si vazal të VMRO-s, nuk përfiton sepse shqiptarët ende i kanë të freskëta kujtimet nga qeverisja e BDI-s për 22 vite. Sa herë që do të kritikojmë për ndonjë dështim të qeverisë, menjëherë do të marrim përgjigjen me fakte nga Vlen se në kohën e tyre ka qenë njësoj, bile ndoshta edhe më keq se aq. Por kjo përplasje politike mes BDI-s dhe Vlenit nuk u ndihmon shqiptarëve, por vetëm forcon rejtingun e VMRO-s, e cila në sytë e opinionit maqedon do të duket si parti që di të disiplinojë shqiptarët. Nëse vërtet BDI-ja kujdeset për antarësinë e saj dhe shqiptarët në përgjithësi, urgjentisht duhet të ndërrojë strategjinë e veprimit. Duhet të kuptojë se kundërshtari i vërtet politik është VMRO e jo Vlen. Me retorik boshe nacionaliste, vetëm forcon pozicionin e kryeministrit Mickovski dhe dobëson pozicionin e vet dhe të shqiptarëve. Kritika e BDI-s duhet të përqendrohet në pikat që bashkojnë faktorin shqiptar, siç janë eurointegrimet, reformat në drejtësi dhe lufta kundër krimit. Nga kjo agjendë fitojnë të gjithë, BDI, Vlen, shqiptarët, të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Humbin vetëm forcat që për 32 vjet pengojnë integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Gjyqësorin e kanë shndruar në noter të pushtetit ekzekutiv, ndërsa korrupsionin në sistem qeverisje për kontrollin e njerëzve. Por, si duket, BDI nuk mund të shtyjë këtë agjendë për shkak se janë të shndruar në pengjet të një grusht njerëzish në krye me Ali Ahmetin. Nëse brenda në këtë parti nuk ka mas kritike politikanësh të ri që do të dëbonin nga selia e partisë Ali Baban dhe 40 hajdutët, fatkeqësisht BDI do të pësoj fatin e PDSH-s Mendu Thaçit, baba i përhershëm i opozitës shqiptare.